Me dokumente, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim pas një amerikan në përbërje, prej 15 viteshve deklarohet si fondacion bamirës për investime publike në Shqipëri, ndërsa realisht vepron si biznes privat, përfitues fondesh dhe asete shtetërore. Por drejtuesit e tij, Martin Mata dhe Aleksandër Sarapuli, në maskën e logos amerikane, kryen biznese të tjera në shkelje të statutit të këtij fondacioni, të ashtu quajtur bamirës. Një ndër to është aktiviteti financiar, të cilin e menaxhon Martin Mata. Më 17 dhjetor 2014, Martin Mata krijoi kompaninë private Crimson Finance Fund Albania SHPK, në urtakëri me firmën Helenos, të regjistruar në Belgjik nga dy shtetas francez, Benoît Catel dhe Jean-Paul Courtois, miq të Edi Ramës, me shoqërinë norvegjeze Nordfund të Kjell Roland dhe me Crimson Capital Corp, të regjistruar në paradisën fiskale të shtetit Delaware të SHBA-s nga Michael Gold, të dy miq të Martin Matës. Në këtë kompani, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim zotron 32.2% e aksioneve, por këto janë regjistruar në pronësi të Martin Matës dhe Aleksandër Sarapulit, megjithse fondacioni në letra rezulton në pronësi të shtetit amerikan dhe financohet prej tij. Edhe kompania Crimson Finance Fund Albania SHPK, e menaxhuar nga Martin Mata, është regjistruar si fondacion bamirës, por realisht kryen aktivitet faktoringu, kreditime dhe garanci bankare, ndërmjetësime dhe shërbime të tjera financiare për tregtarët, administrim pagesash të qytetarëve për entet publike, financim për fermerët dhe çdo lloj biznesi, depozitime dhe transaksione për pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme. Më 2 tetor 2015, përmes aplikimit të Martin Matës, Banka e Shqipërisë e pajisi kompaninë Crimson Finance Fund Albania SHPK me licencë numër 34 për aktivitet financiar, jo bankar, ndërsa më 28 korrik 2020, Martin Mata në emër të ortakëve shtoi si aktivitet dhënien dhe menaxhimin e të gjitha llojeve të kredive financiare, qera financiare për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Shqipëri, si dhe ndërmjetësime mes tyre, bankave dhe fondeve jo bankare. Sipas dosjes hetimore, Martin Mata e ka përfshirë kompaninë Crimson Finance Fund Albania në aktivitetin kriminal të mikrokredive, me veprime direkte dhe indirekte, por edhe në transferta financiare ilegale jashtë Shqipërisë dhe anasjelltas për llogari të ndërtuesve dhe trafikantëve. Kompania Crimson Finance Fund Albania, sipas një kontrate me Bashkinë e Tiranës, ka menaxhuar 132 milionë euro kredi për banesa sociale dhe detyrime të bizneseve të Tiranës. Gjatë 10 viteve të fundit, kjo kompani lavatriçe ka menaxhuar 82 milionë euro projekte të qeverisë për arsimin parauniversitar dhe 210 milionë euro të rindërtimit në Shqipëri, duke i kanalizuar dhe paraqitur si mbështetje nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, i cili përdoret si pronë private nga Martin Mata dhe Aleksandër Sarapuli. Këta kanë emëruar si administrator shtetasin Dorin Rama, si kukull për të firmosur dokumentet, ndërsa nuk i kanë dhënë të drejtën e administrimit dhe kryerjes së transaksioneve cash dhe bankare, pasi këto i kryente dhe i mbante të fsheta vetë Martin Mata. Aq evazion ka kryer Martin Mata përmes kompanisë Crimson Finance Fund Albania, sa megjithse ka qarkulluar rreth 1.2 miliardë euro në 10 vite, gjatë viteve 2015-2019 ka deklaruar bilance me humbje, ndërsa në vitet 2020-2024 ka deklaruar fitime vjetore prej vetëm 6 deri në 8 milion lek, përveç përfshirjes në krime financiare si përvetësues fondesh dhe pasurish publike, si dhe pastruesi parave të krimit dhe korrupsionit në maskën e biznesit me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Crimson Finance Fund Albania, SHPK e të tjerë. Emri i drejtorit Martin Mata ka dalë edhe si pajisës i personave në kërkim me karta ID dhe pasaporta false. Sipas informacioneve, Martin Mata është hetuar në muajin tetor 2015 dhe në janar 2020 për pajisjen e personave në kërkim me pasaporta dhe karta ID false, raste të deklaruara nga kriminal shqiptar të arrestuar në Shqipëri, në vendet e BE-s dhe jashtë BE-s. Këto dokumente false Martin Mata u amundsonte në kohën kur, bashkë me Aleksandër Sarapulin, zotronin 25% aksioneve në kompaninë koncesionare Aleat Vion. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbardhur një panoramë alarmante të shkeljeve financiare në administratën publike, duke konstatuar efekte negative në buxhetin e shtetit në vlerën totale 2.404.623 lek gjatë periudhës janar-gusht 2025. Sipas raportit zyrtar, janë dhënë 148 rekomandime për institucione qendrore dhe vendore, ku 112.257.000 lek përbëjnë dëm ekonomik të drejtë për drejtë, ndërsa 2.292.366.000 lek lidhen me menaxhim jo efektiv të fondeve publike. Raporti tregon se dëmi ekonomik është konstatuar 57% në fushën e shpenzimeve dhe 43% në fushën e të ardhurave. Në shpenzime, 90% e dëmit vjen nga shkeljet në procedurat e prokurimit dhe zbatimit të kontratave, përfshirë likuidime për punime të pakryera, punime jashtë specifikimeve teknike,
dhe mos llogaritje të kostove përfundimtare të projektimit, me një vlerë prej 57.445 lekë, ndërkohë në të ardhurat, rreth 96% e problematikës lidhet me aktivitetin doganor, ku KLSH evidenton mos arktim detyrimesh, përjashtime të padrejta nga TVSH, vlerësime të gabuara të importeve dhe trajtim të gabuar të shkeljeve doganore. Lista e institucioneve me shkelje është e gjatë. Në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve, KLSH evidenton problematika serioze te Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, administratat e zonave të mbrojtura në Tiranë, Kukës, Berat dhe Vlorë, Bashkitë Elbasan, Fier, Fush Arës, Has, Maliq, Sarand, Tropoj, si dhe te Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Rinas. Shkelje janë konstatuar edhe te Korporata e Investimeve Shqiptare, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Universiteti Luiq Gurakuqi Shkodër, Ministria e Financave, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, Cirku i Tiranës, Qendra Kombëtare e Kinematografisë dhe Shkolla e Magjistraturës. Sipas raportit, vetëm në fushën e të ardhurave nga menaxhimi jo efektiv janë konstatuar 1.788.832 lekë, ose rreth 77% e totalit, kryesisht në qeverisjen vendore, për taksa dhe tarifa të pambledhura, mos aplikim kamatvonesash për përdorimin e pronave publike dhe detyrime të paraqëtuara nga shkelje mjedisore dhe veprimtari të kundërligjshme. Në shpenzime, shkeljet kapin vjerën 523.534 lekë, ku një pjesë e madhe lidhet drejt për drejt me prokurimet publike dhe disiplinën buxhetore. Raporti i KLSH-s ngre sërish pikpyetje të forta mbi kontrollin e brendshëm financiar, përgjegjësinë e drejtuesve të institucioneve dhe mungesën e ndëshkimit për shkeljet e përsëritura, ndërsa dëmi për buxhetin vijon të rritet nga viti në vit. Ministria e Shëndetësisë ka ndryshuar çmimet e rimbursimit të barnave përmes një procedure të errët dhe të paqartë, pa konsultim me kompanitë farmaceutike dhe pa transparencë mbi metodologjinë e llogaritjes. Vendimi u shpall ditën e shtunë në kushte administrative jo normale, ndërsa vetë shifrat tregojnë rritje ekstreme, që variojnë nga 3% deri në 4.000%. Diferencat e pajustifikuara ngren dyshime serioze për përllogaritje preferenciale dhe përfitime të drejtuara për kompani të caktuara. Skandali rrezikon fondin publik të rimbursimit dhe kërkon sqarim të menjëhershëm administrativ dhe hetim administrativ e penal. Ministria e Shëndetësisë është përfshirë në një skandal të rëndë me çmimet e rimbursimit të barnave, ku procedura e përllogaritjes jo vetëm që është e paqartë, por ngre dyshime serioze për manipulim dhe favorizim të kompanive të caktuara. Së pari, procesi është zhvilluar pa asnjë konsultim real me kompanitë farmaceutike, të cilat janë palë direkte në sistemin e rimbursimit. Ministria nuk ka marrë përsipër asnjë nga kërkesat e tyre dhe nuk ka ofruar transparencë mbi metodologjinë e përdorur për llogaritjen e çmimeve. Së dyti, ndryshimi i çmimeve është publikuar ditën e shtunë, një ditë kur administrata shtetërore nuk funksionon normalisht. Kjo ngre një pyetje elementare: a punon Ministria e Shëndetësisë të shtunën, apo vendimet janë marrë më herët dhe janë shpallur qëllimisht në një ditë të vdekur për të shmangur reagimet? Ky detaj nuk është formal. Është një teknik klasike për të kaluar vendime të diskutueshme pa debat publik dhe pa kundërshtime të menjëhershme. Por skandali më i madh qëndronte vetë për llogaritja e çmimeve të rimbursimit. Ministria është mburrur publikisht se ka bërë një përllogaritje fantastike, ndërkohë që shifrat tregojnë të kundërtën. Rritjet e çmimeve variojnë nga 3% deri në 4.000%. Një rritje deri në 4.000% nuk është reformë, nuk është korrektim, nuk është as gabim teknik, është abuzim i pastor financiar. Kjo ngre disa pyetje thelbësore, të cilat ministria nuk i ka dhënë ende përgjigje. Pse disa produkte kanë rritje minimale, ndërsa të tjerat shpërthejnë në shifra marramëndse? Cilat kompani përfitojnë nga këto rritje ekstreme? A është kjo një skenë preferenciale ndërtuar për të favorizuar disa operatorë të lidhur me pushtetin? Kush e ka hartuar formulën e përllogaritjes dhe mbi çfarë bazash reale ekonomike? Nëse rritja e çmimeve do të ishte uniforme dhe justifikuar nga tregu, inflacioni apo kostot reale, do të kishim një debat normal. Por kur diferencat shkojnë nga 3% në 4.000%, kemi të bëjmë me trajtim selektiv dhe të qëllimshëm. Ky skandal nuk prek vetëm kompanitë farmaceutike, ai prek drejt për drejt buxhetin e shtetit, fondin e rimbursimit dhe në fund qytetarin, i cili ose do të paguajë më shumë ose do të përballet me mungesë barnash.
Ministria e Shëndetësisë ka detyrim ligjor dhe moral të bëjë transparente metodologjinë e përllogaritjes, listën e plotë të produkteve dhe kompanive përfituese, arsyetimin për rritjet ekstreme dhe emrat e zyrtarëve që kanë firmosur këtë vendimmarrje. Pa këto, çdo përllogaritje fantastike mbetet vetëm një fasadë për një aferë të rëndë financiare që kërkon hetim të menjëhershëm administrativ e penal. Ky nuk është thjesht një gabim teknik, është një alarm për kapjen e sistemit të rimbursimit në favor të interesave të ngushta dhe në dëm të interesit publik. Publikimi i dokumenteve të reja nga dosjet e Jeffrey Epstein në Shtetet e Bashkuara ka rikthyer në vëmendje jo vetëm emra të njohur të politikës dhe biznesit amerikan, por edhe mënyrën se si institucionet federale amerikane kanë parë qysh prej vitesh rrjetet informale të ndikimit që veprojnë paralelisht me pushtetin zyrtar. Mes këtyre dokumenteve, një memorandum i brendshëm i FBI-s pikat jo për provat që sjell, por për alarmet që ngre. Një memorandum i FBI-s i vitit 2020, i publikuar me dosjet Epstein Files, përmban pretendime nga një burim konfidencial se lëvizja Çabat Lubavitch synonte të kapte presidencën Trump. Sipas memos, burimi tha se Çabat ishte duke bërë gjithçka për të ndikuar në presidencë. Në të njëjtën memo, burimi tha se presidenti Trump ishte komprometuar nga Izraeli dhe se dhëndri i tij Jared Kushner ishte truri i vërtet pas organizatës. Në të njëjtin dokument, burimi pretendonte se Jeffrey Epstein ishte rekrutuar nga shërbimi sekret izraelit Mossad dhe se kishte marrë trajnim nga ish-kryeministri Ehud Barak. Ky pretendim lidhej me akuzat se Epstein shërbeu si agent për Izraelin. Në këtë mozaik marrëdhënies që kalojnë përmes Çabatit dhe botës trumpiste, nuk mund ta anashkalohet asia e gjatë ruse e cila prej vitesh shfaqet në të njëjtat hapësira jo si aktor zyrtar, por si prania e vazhdueshme e interesave që lëvizin paralelisht me politikën perëndimore. Çabat Lubavitch është një lëvizje brenda judaizmit ortodoks, por kufizimi i saj vetëm si organizatë fetare do të ishte një keqkuptim i madh, sepse roli i saj real, sidomos në dekadat e fundit, ka tejkaluar prej kohësh dimensionin strikt religjoz dhe është ndërruar në një strukturë globale ndikimi e pranishme aty ku përplasen politika, kapitali dhe diplomacia, e themeluar në Evropën lindore në fund të shekullit të 19 dhe e konsoliduar në Shtetet e Bashkuara pas luftës së dytë botërore. Çabat Lubavitch ka ndërtuar një rrjet të gjerë qendrash, rabinësh dhe institucionesh në mbi 100 shtete të botës. Nuk funksionon si një hierarki klasike kishtare, por si një rrjet horizontal besimi dhe besnikërie, ku çdo përfaqësues ka autonomi të madhe, por mbetet i lidhur fort me qendrën simbolike dhe ideologjike të lëvizjes. Në qendër të kësaj bote ndodhet një vend i vogël në New York, i njohur si Ohel, vari udhëheqësit historik të Çabatit. Aty shkohet për të lënë një shënim, për të qëndruar pak minuta në eshtje dhe për dhënë një sinjal që kuptohet vetëm nga ata që e njohin këtë gjuhë. Aty kanë shkuar politikan amerikan, njerëz të afërt me Donald Trump dhe së fundmi edhe Edi Rama. Nuk është padomethënie faktin që në të njëjtin vend historik të Çabat Lubavitch, në Ohelin në Queens të New Yorkut, janë shfaqur në kohë të ndryshme figura që lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me botën politike të Donald Trump. Vetë Trump i shoqëruar publikisht nga familjarët të tij, dhëndri i Jared Kushner dhe vajza Ivanka Trump, të cilët për vitesh njihen për afërsinë e tyre me Çabatin, por edhe presidenti i Argjentinës Javier Milei dhe Edi Rama, secili më vete, në kohë të ndryshme, pas një takim të përbashkët dhe pa ndonjë koordinim të deklaruar, por duke ndjekur të njëjtën rrugë simbolike, duke shkuar në të njëjtin vend dhe duke përdorur të njëjtin ritual, që tregon se Oheli nuk është thjesht një varr fetar, por një pikë ku shprehet përkatësia ndaj një bote politike dhe marrëdhëniesh që rrotullohet rreth Trumpit dhe rrethit të tij, dhe ku Çabat shfaqet si dërmjetës i heshtur, si kumbari që nuk del në fotografi zyrtare, por që krijon afërsi, besim dhe ndjesinë se je brenda të njëjtit rreth, edhe kur pushteti ndryshon. Marrëdhënia e Edi Ramës me Çabat Lubavitch nuk ka nisur si çështje politike e shpallur, por si një afrim i vazhdueshëm i ndërtuar me kohë, përmes ceremonive, pranive simbolike dhe kontakteve personale që janë zhvilluar larg zhurmës publike, duke e kthyer këtë rrjet fetar në një pikë referimi të qëndrueshme për kryeministrin shqiptar në marrëdhëniet e tij me botën hebreje dhe më gjerë. Nga aktivitetet e zhvilluara në Shqipëri, tek vizitat në vende të shenjta për Çabatin, e deri tek prania në Ohelin në New York, Rama ka dhënë vazhdimisht shenja se e njeh dhe respekton këtë rrjet si kanal besimi dhe afrimi, jo si institucion fetar klasik, por si hapësirë ku ndërtohen marrëdhënie që zgjasin më shumë se një mandat qeverisës. Pikërisht kjo e bën lidhjen me Çabatin të rëndësishme në raport me Donald Trump, sepse kjo lëvizje është prej vitesh e pranishme në rrethin familjar dhe politik të Trumpit, përmes Jared Kushner dhe Ivanka Trump dhe përmes vet Trumpit, i cili e ka përdorur këtë afërsi si shenjë identiteti dhe mbështetjeje. Në këtë kuptim, afrimi i Ramës me Çabatin duket më pak si gjest fetar dhe më shumë si përpjekje për të qenë në të njëjtën hapësirë marrëdhëniesh ku lëviz edhe bota trumpiste. Mesazhi ka qenë i qartë.
Edi Rama po pozicionohet si lider i besueshëm për një botë që nuk flet me gjuhën e BE-s, por me gjuhën e marrëdhënieve personale. Në këtë kontekst, Shabat shfaqet si ura e mundshme drejt Donald Trump, ose më saktë, drejt asaj bote që vazhdon të ekzistojë rreth Trumpit edhe pasi ai nuk është më president. Një botë ku figura kyçe është Jared Kushner, dhëndri i Trump, njeriu që lidh familjen, politikën amerikane, Izraelin dhe kapitalin e Gjirit në një nyje të vetme. Investimi i Kushnerit në Shqipëri, në ishullin Sazan, nuk është thjesht një projekt turistik, është një shenjë politike. Fakti që ky projekt merr status strategjik, mbrojtje të plot politike dhe promovim nga Edi Rama, tregon se kemi të bëjmë diçka më shumë se sa biznes, është një bast politik i ndërtuar mbi idenë se lidhja me rrethin trumpist mund të ruhet përmes këtij kanali jo formal. Shabat shihet si ura që i lidh të gjitha këto pika, Ramën, Kushnerin dhe botën trumpiste, një urë ndërtuar mbi besim, mbi afërsi dhe mbi idenë se kjo rrugë është më e sigurt se sa kanalet e zakonshme diplomatike. Një urë që Rama duket se e ka parë si garanci për të mos mbetur jashtë lojës, pavarësisht se kush është në pushtet në Washington, por pikërisht këtu hyn në skenë një element që e trondit këtë ndërtim të eshtur, dokumentet e FBI-s që dolën nga dosjet e lidhura me Jeffrey Epstein. Këto dokumente nuk flasin për Shqipërinë dhe as për Ramën, ato nuk sillin akuza të drejtpërdrejta dhe nuk japin përfundime, por tregojnë diçka shumë të rëndësishme, se vetë FBI dhe institucionet amerikane kanë parë me dyshim mënyrën se si janë ndërtuar rreth presidencës Trump lidhjet familjare, fetare dhe interesat private. Për Ramën kjo do të thosë shpresa për një ndërmjetësim të eshtur drejt Trump. Përmes këtij rrjeti bëhet gjithnjë më e pasigurt, sepse ajo që deri dje shihej si derë hapur, sot shihet si zonë dyshimt, dhe në politik, zonat e dyshimta janë më të rrezikshme se dyert e mbyllura. Në fund, pyetja nuk ka të bëjë me moralin e një rrjeti fetar, por me zgjedhjet politike që janë bërë mbi të. A është mbështetur Edi Rama në raportin e tij me Donald Trump dhe rrethin e tij tek një ndërmjetësim që sot në dritën e dosjeve të FBI-s nuk ofron më qetësi, por pasiguri? Ditën e sotme bëri buj lajmi se kreu i SPAK, Klodian Braho, ka kërkuar në KLP shtimin e sigurisë për paraardhësin e tij Altin Dumani dhe disa prokurorë të tjerë. Por ky lajm ka ngjallur habi, pasi Dumani nuk është më në krye të SPAK dhe askush nuk është marrë me të publikisht. Në fakt, Dumani si ish kreu i SPAK mbrohet drejt për drejt nga liçi dhe jo nga KLP. Vetë qeveria në vendimin numër 478, datë 10/7/2019, ka përcaktuar procedurat e mbrojtjes së kreut të SPAK, procedura që zgjasin edhe pas largimit të tij nga detyra. Në tetor të vitit që lan pas, kjo VKM u ndryshua dhe u vendos që kreu i SPAK të ketë mbrojtje maksimale edhe 3 vite pas largimit nga detyra. Dumani vijon të përdor të njëjtin automjet, pra Audin e zi të blinduar, shoqërohet me ushtar të gardës dhe po ashtu me makina policie. Pra siguria e tij është në nivel maksimal dhe nuk ka se çfarë sigurie të ketë më tepër. Mësohet se Dumani ka kërkuar shtim të sigurisë dhe zgjatje të saj për familjen e tij. Dhe KLP këtë kërkesë ka miratuar. Dumani pretendon se ata mund të jenë në rrezik, por teksa Dumani gjatë 3 viteve ka lëvizur me siguri maksimale, familja e tij po ashtu. Pse shqetësohet tani që ka në dorë çelsat e kashtës? Dumani është pjesë vetëm në disa dosje, por jo si prokuror kryesor. Gjatë kohës që ai ishte në krye të SPAK, ka hyrë si prokuror mbështetës në disa dosje dhe nuk ka qenë iniciues drejt për drejt në hetime. Nëse Dumani ka zbatuar ligjin dhe ka qenë korrekt, nuk ka pse të ketë frikë. Atyre që u ka rënë rruga nga godina e SPAK, në shumë raste kanë parë mjaft prokuror që lëvizin pa roje, pa makina, pas një lloj sigurie. Kjo sepse ata janë korrekt në punën e tyre. Pra lajmi sot më shumë i ngjan shout se sa rrezikut real ndaj Dumanit. Dumani nuk e ka zënë më kush në gojë muajt e fundit. I vetmi lajm që ka dalë është ai ku Dumani ishte në shoqërinë e një personi të dënuar gjatë një feste familjare. Ndoshta ky lajm Dumanit do të jetë dukur si kërcënim dhe është trembur. Ndërkohë që në SPAK ka prokuror që kanë hetuar bandat e armatosura, janë kërcënuar familjarisht nga krimi dhe sërish nuk kanë mbrojtje. Nëse do t'ishte kërcënuar vërtet Dumani, SPAK do e kishte gjetur brenda ditës kërcënuesin. Pastaj, nëse bëhet fjalë për akuzat dhe deklaratat në media, atëherë është histori tjetër, pasi kjo ngjan me historinë e Adriatik Lallës. Edhe ish kryeprokurori, para se të linte detyrën, doli të bënte viktimën se ishte kërcënuar dhe nxori familjen jashtë, metodë kjo për t'u arratisur më pas. Por të paktën, Lallës i shkoi një mesazh në telefon, por Dumani duket se trembet vetëm nga bullizimi në media. Apo mos ndoshta ish kreu i SPAK tani kërkon vëmendjen sepse nuk merret kush me të.
Prokuroria e posaçme ka blokuar mundësinë e amnistisë fiskale për Bankers Petroleum. Në fund të vitit që lan pas, kuvendi miratoi 2 projekt ligje për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore dhe të detyrimeve të pagueshme në dogan dhe për marrëveshjen e paqes fiskale. Sipas ligjit të parë, borxhet që datojnë nga më shumë se një dekadë më parë do të anulohen plotësisht. Një ndër kompanitë që ka detyrime të shumta ndaj shtetit është Bankers Petroleum. Ajo ka detyrime doganore dhe një gjobë me vlerë 120 milion euro, të vendosur për mashtrim fiskal doganor. Po ashtu është përfolur si përfituesja më e madhe e kësaj skeme, por SPAK duket se ka bllokuar çdo lloj pazari. Në programin e transparencës, SPAK është pyetur nëse ka regjistruar procedim penal për subjektin juridik Bankers Petroleum, si tatim pagues me NIPT-in L431-28401L. Kjo për faktin se ligji i paqes fiskale nuk lejon të përfitojnë kompanitë që janë nën hetim. SPAK ka konfirmuar se ka regjistruar procedim penal individual ndaj Bankers si person juridik para se ligji të hynte në fuqi. Prokuroria e posaçme ka regjistruar procedim penal për subjektin Bankers Petroleum, i dyshuar për kryerjen e veprave penale, shfehjet e ardhurave, krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, të parashikuara nga nenet 180.3 dhe 144.a të kodit penal, thekson SPAK. Sipas ligjit, nëse kompania apo hetohet penalisht për vepra tatimore si mashtrim dhe ose evazion, apo ka një dënim të formës së prerë për shfehje të ardhurave apo pastrim parash, skualifikohet me njëherë. Bëhet fjalë pikërisht për 2 veprat mbi të cilat SPAK ka regjistruar procedim penal. Kjo do të thotë se Bankers nuk hyn dot në marrëveshje fiskale me tatimet. Pra, duket se SPAK ka djegur çdo lloj pazari që mund të ketë qenë duke u bërë në prapasken. Pamfleti ka raportuar para se të miratojë paqja fiskale se në fillim të nëntorit 2025, dogana e Fierit i ka ridërguar kompanisë Bankers njoftimin për shlyerjen e detyrimit brenda datës 22 dhjetor, por ka pasur manovra nga qeveria për të hyrë në pazare për shkak të ligjit në fjalë. Mirpo SPAK i ka paraprirë situatës. Sot Bankers Petroleum figuron si person juridik nën hetim. Nga ana tjetër janë thelluar hetimet. SPAK ka shtrirë hetime deri në Austri, pasi rezulton se Bankers ka përdorur selin qendrore të Raiffeisen Bank për të kryer transferta. SPAK ka dërguar letër porosi në Austri për të siguruar të dhënat e transaksioneve. Po ashtu në Shqipëri po kryen hetime edhe ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror. Përveç 2 veprave më sipër, SPAK po heton edhe për pastrimin të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, shpërdorimi i detyrës, moskryerja e detyrave nga organet tatimore, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, grupi i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Me tre korrik, prokuroria e Fierit bastisi zyrat e Bankers. Me vendim të gjykatës së Fierit ulshuan 14 masa sigurie. Dosja më pas kaloi te SPAK. Bankers Petroleum dyshohet se gjatë gjithë periudhës 20 vjeçare të aktivitetit të saj ka rritur në mënyrë fiktive shpenzimet, me qëllim që në bilancet vjetore të rezultonte me humbje. Kjo skenë i ka mundësuar kompanisë të shmang pagesën e tatim fitimit, ndërkohë që ka përfituar rimbursime të pajustifikuara të TVSH-s, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit miliona lek dëm. Kryeministri Edi Rama vazhdon bashkëpunimin e qeverisë me Raiffeisen Bank, megjithëse SBA-t e kanë futur këtë grup në listën e zezë të rrjeteve bankare që grumbullojnë, qarkullojnë dhe pastrojnë miliarda nga krimi i organizuar, si dhe për lidhje me oligarkinë e Vladimir Putinit. Pazari i radhës i Edi Ramës me Raiffeisen Bank është bërë me vendim numër 24, datë 21 janar 2026 të qeverisë për kalimin e garancisë shtetërore në favor të kësaj banke për kontratat e kredive të kompanive të shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike. Me pikën 1 të vendimit jepet garancia për borxhin e marrë nga OSH, furnizuesi i shërbimit universal dhe furnizuesi i tregut të lirë me vlerë fillestare 15 milionë euro. Kjo hua është marrë me interes 8% plus 1% komision, interes tepër i lartë i krahasuar me normat që Raiffeisen Bank aplikon për klientë të tjerë, me 11 bankat e tjera private, me institucionet financiare ndërkombëtare dhe me normat e interesit të miratuara nga Banka e Shqipërisë. Me këtë vendim, qeveria ka ndërhyrë financiarisht për të garantuar shlyerjen e kësteve të borxhit që kanë OSH, furnizuesi i shërbimit universal dhe furnizuesi i tregut të lirë, por nuk ka bërë publik detyrimin fillestar të huas, pjesën e shlyer dhe detyrimin e mbetur. Në pikën 2 të vendimit, thuhet se qeveria ka dalë garante tek Raiffeisen Bank edhe për 750.000 euro të tjera, sërish me interes 8% dhe komision 1% që do të marrin të njëjtat subjekte, por pa deklaruar afatin e shlyerjes. Vendimin e ka firmosur kryeministri Edi Rama, ndërsa në emër të qeverisë si kontraktues për hua pagesën e garantuar në Raiffeisen Bank, ka firmosur ministri i financave Petrit Malaj, i cili sipas vendimit figuron si përzgjedhës i bankës, por faktikisht përzgjedhja është bërë nga kryeministri. Më 10 tetor 2021 Edi Rama në alibi
shtypin e krizës pas sulmit të Rusisë në Ukrainë, miratoi një garanci prej 200 milionë eurosh për OSHE-n, me justifikimin që të mos rritej çmimi i energjisë për konsumatorët familjar. Edhe këtë financim, qeveria e kaloi tek Raiffeisen Bank, por deri më sot Ministria e Financave dhe OSHE nuk kanë hartuar raporte publike për fatin e këtij financimi. Prej 10 vitesh, gjendja financiare e OSHE-s mbahet sekret. Të vetmet shifra të bëra publike gojarisht lidhen me shtimin e sasisë së energjisë së blerë dhe paradoksalisht me humbje 70 deri në 100 milionë euro në vit, të cilat në fakt përbëjnë vjedhje. Është vërtetuar me vendime e qeverie, si ai i datës 21 janar 2026, se vjedhjet në sektorin e energjisë po maskohen duke u kaluar në kanalet e errta të Raiffeisen Bank në formë muazh dhe garanci shtetërore. Lidhjet e kryeministrit Edi Rama me pronarët e grupit të Raiffeisen Bank u shfaqën edhe më 23 shtator 2025 në Vjenë, kur bashkë me 5 ministra, drejtoreshën e korporatës së investimeve Elira Kokona dhe rreth 50 ndërtues, zhvilloi takimin Shqipëria Horizonti i Ri me objekt investimet në energji, rrugë, turizëm dhe teknologji në bashkëpunim me Raiffeisen Bank. Përzgjedhja e kësaj banke është pjesë e skemës së Edi Ramës për të kanalizuar fonde dhe pasuri shtetërore drejt privatëve përmes një institucioni financiar të skeduar nga SBA për lidhje me oligarkinë ruse të Vladimir Putinit përmes degës Raiffeisen Mosk. Ndërsa në Shqipëri, përmes transfertave dhe kredive fiktive, është zbuluar se Raiffeisen Bank ka fshehur, qarkulluar dhe pastruar miliarda euro të kompanive si Bankers, Bana King dhe subjekteve të ndërtimit të kullave, hoteleve dhe resorteve me pronar qeveritar, oligark dhe trafikant. Pas 4 vitesh vërdallisje me takime butaforike në Shqipëri, Serbi dhe Maqedoni, të zhvilluara kundër projektit integrues të procesit të Berlinit, Edi Rama, i veçpalluri lideri i rajonit Ballkanit Perëndimor, me një korrik 2023 deklaroi dështimin e Ballkanit hapur. Ballkani hapur ishte tollumbase e psikodelirizmit e Edi Ramës për të veçpallur lider rajonale botror, por kjo aventurë përveç kostos diplomatike kishte edhe kosto financiare për buxhetin e Shqipërisë. Sipas informacionit të ardhur në pamfleti nga burimet Ministrisë së Financave, rezulton se qeveria ka financuar 23 milionë euro për projektin e Ballkanit hapur, financimi klasifikuar si shpenzime për marrëveshje ndërkombëtare me përfitime ekonomike për Shqipërinë. Për të kalkuluar këto 23 milionë euro, Ministria e Financave me urdhër verbal të Edi Ramës hoqi fonde të planifikuara për investimet infrastrukturore rurale dhe jashtoi fondit rezerv të qeverisë, ndërsa kryeministri shpenzoi për aventurën Ballkani i hapur. Nga këto 23 milionë euro janë pasqyruar si shpenzime vetëm 500 milion lek të vjetra për 2 takime të Ballkanit të hapur në Tiranë, ndërsa për 22.5 milion euro nuk ka të dhëna se për çfarë janë shpenzuar. Këto miliona janë klasifikuar si shpenzime me leverdi ekonomike për Shqipërinë, por e vërteta është se produkti vetëm i punës së Edi Ramës me Ballkanin e hapur janë letrat e këtyre 10 marrëveshjeve të mbetura vetëm në letër. Marrëveshje ndërmjet qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Serbisë për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve. Marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar. Memorandum për lehtësimin e importeve, eksporteve dhe lëvizjes së mallrave. Memorandum bashkëpunimi për aksesin e lirë në tregun e punës. Marrëveshje bashkëpunimi për mbrojtjen ndaj katastrofave natyrore. Marrëveshje për akses të lirë në tregun e punës në vendet përkatëse. Marrëveshje për ndërlidhjen e skemave të identifikimit elektronik të shtetasve. Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e veterinarisë, sigurisë ushqimore dhe ushqimit për kafsh. Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e akreditimit. Marrëveshje për njohjen reciproke të operatorëve ekonomik të autorizuar. Mund të thuhet se këto miliona euro janë shpenzuar për udhëtimet e bablokut me charter, për bankete, dhurata dhe hotele, por sipas thesarit të shtetit, këto shpenzime janë kryer me fondet vjetore të Këshillit të Ministrave, përmes drejtorisë së shërbimeve qeveritare. Dihet se janë shpenzuar 500 milion lekë të vjetra për 2 takimet e Ballkanit hapur në Tiranë, por duhet hetuar se ku kanë përfunduar 22.5 milion euro që janë marrë arkës së shtetit. Prej vitesh vëllezërit Ramiz dhe Rasim Zekaj shfaqen si boshti drejtuesi një rrjeti subjektesh formalisht bamirësie dhe biznesesh ndihmëse, të ndërtuara dhe të kontrolluara brenda rrethit familjar, të përdorura për qarkullimin e parave të ardhura nga fondacionet arabe dhe për shndërrimin e tyre në pasuri të paluajtshme, aktivitete tregtare dhe një mënyrë jetese luksoze që nuk përputhet me të ardhurat e deklaruara, ku njëri mban fasadën fetare dhe akademike, ndërsa tjetri administron flukset financiare, strukturat operative dhe manovrat që mbajnë në lëvizje këtë zinxhir të ndryshkur. Shoqata Gruaja kontrollohet drejt për drejt nga Ndriçime Zekaj, bashkëshortja e Ramiz Zekajt, e cila shfaqet si figura qendrore në drejtimin e administrimit të kësaj strukture, të përdorur si mbulesë për qarkullimin e parave të ardhura nga fondacionet arabe, pra që kalojnë nga një subjekt të tjetri përmes faturimeve formale dhe aktiviteteve të sajuara, pa lidhje reale me ndonjë veprimtari bamirësie apo sociale.
Gruaja shërben si nyje financiare, e lidhur ngushtë me rrjetin e subjekteve të familjes Zekaj, duke u ndërthurur me shtypshkronjat Mileniumi i Ri dhe Mileniumi i Ri 2, struktura që përdoren për të justifikuar në letër qarkullimin e shumave të mëdha, përmes shpenzimeve dhe faturave që nuk përputhen me aktivitetin konkret. Mirusha Zeka, bashkëshortja e Rasim Zekajt, mban rolin e administratores operative në këtë zinxhir familjar, duke drejtuar shtypshkronjat Mileniumi i Ri dhe Mileniumi i Ri 2, dy subjekte që shërbejnë si mbulesë për faturime dhe shpenzime formale, përmes të cilave qarkullojnë shuma të mëdha parash në justifikimin e prodhimit dhe shërbimeve grafike, ndërkohë që aktiviteti real i këtyre strukturave nuk përputhet me volumet financiare të deklaruara dhe funksioni i tyre lidhet drejt për drejt me pastrimin e parave të ardhura nga fondacione dhe shoqata bamirësie, të kontrolluara nga rrethi familjar Zekaj. Si u grabitën shuma të mëdha kesh në banesat e familjes Zekaj dhe pse u raportua vetëm një rast? Në banesat e lidhura me këtë rreth familjar janë mbajtur për vite me radhë shuma të mëdha parash kesh, të grumbulluara jashtë çdo sistemi bankar dhe jashtë çdo logjike deklarimi, një praktikë që shpjegon edhe serinë e episodeve të përsëritura të vjedhjeve të ndodhura në këto banesa, ku vetëm një rast është raportuar zyrtarisht në polici, ndërsa pjesa tjetër e humbjeve është mbajtur në heshtje, jo për mungesë dëmi, por për pamundësinë për të justifikuar ligjërisht burimin e parave të mbajtura në shtëpi, destinacionin e tyre dhe arsyen pse shuma të tilla qarkullonin në larg çdo gjurmë financiare dhe larg çdo kontrolli institucional. Familjarët e këtij rrethi ndërtojnë dhe shfaqin një mënyrë jetese luksoze, me makina të shtrenjta, udhëtime të shpeshta dhe shpenzime të mëdha, të mbështjella vazhdimisht me gjuhë fetare dhe etiketa bamirësie, ndërkohë që prapa kësaj fasade funksionon një sistem i mbyllur familjar, ku të njëjtët emra mbajnë kontrollin e shoqatave, shtypshkronjave, bizneseve ndihmëse dhe flukse parash që nuk dalin kurrë në dritë. Kjo veprimtari prodhon një zinxhir të qartë qarkullimi fondesh, ku bamirësia përdoret si mbulesë. Aktiviteti ekonomik shërben si justifikim dhe pasuritë e paluajtshme bashkë me jetën luksoze përbëjnë destinacionin final të parave të ardhura nga destinacionet e errta. Në të njëjtën kohë zhvillohet një operacion i qëllimshëm për pastrimin e gjurmëve publike, ku artikuj investigativ zhduken nga Google, video goditen me strike në YouTube dhe redaksive u mbërrin kërkesa direkte drejt servereve për bllokimin e përmbajtjes, gjithmonë me justifikimin e përdorimit të dhënave personale, ndonse bëhet fjalë për kompani, prona, transferta dhe veprimtari ekonomike me interes publik. Kjo strategji mbështetet te përdorimi i njohurive teknike të rinjve të lidhur me rrethin e Rasim Zekajt për të anashkaluar ligjin dhe për të fshirë çdo artikull investigativ që ekspozon aktivitetin financiar të këtij rrjeti, duke synuar lodhjen dhe heshtjen e medias dhe jo përballjen me faktet. Megjithse ja kemi thënë edhe tek artikulli paraardhës, po ta themi prap, lodhe shkot me media në Rasim. E provoi dhe Hoxha Elvis Naçi, por nuk ja doli dot. Qirrja e maskës fillon tani, ulu dhe rehatohu. Lidhjet shtrihen nga Tirana në Doha të Katarit, ku protagonist shfaqet profesori Ramiz Zekaj, një personazh që ka përvetësuar përmes manovrave financiare pasurime vlerë miliona euro, produkti donacioneve nga Katari dhe Kuvajti. Në këtë skem përfshihen kolegji universitar, shtypshkronja, ambient shoqatash bamirësie, vila, apartamente dhe rrjete dyqanesh. Të gjitha të ndërtuara mbi para donacionesh të devijuara nga qëllimi fillestar. Kolegji universitar, Instituti Kanadez i Teknologjisë, funksionon si një strukturë që përzien fonde donacionesh nga Katari dhe Kuvajti, me pagesa studentësh dhe burime të tjera, duke i devijuar drejt xhepave privat. Veprimtaria zhvillohet prej vitesh në vëzhgim pasiv të institucioneve ligjzbatuese, që nuk kanë ndërhyrë as në momentin e tjetërsimit të godinës në Porcelan, Tiranë, një pasuri me vlerë miliona euro, e përfunduar në duart e Ramiz Zekajt për vetëm 900.000 lekë. Në vitin 2011, themelohet në Tiranë shoqëria TALM Albania, me objekte në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor, si degje TALM Group, në Doha të Katarit. Aktiviteti zhvillohet në ish blok në ambientet e qendrës Zayed, me karakter fetar. Një nga asetet kryesore të kësaj shoqërie ishte Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë. Për regjistrimin e shoqërisë autorizohet Ahmad Ben Abdenabi, shtetas tunizian me aktivitet të dyshimtë në Shqipëri. Pronari i Talm Group në Doha rezulton Gabim bin Saed Al Saad, sipërmarrës me pasuri të paluajtshme dhe themeluesi disa organizatave të bamirësisë. Në shtator 2012 shoqëria ndryshon emrin nga Talm Albania në CIT. Në vitin 2013 shfaqet Ganem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari, të cilit i dhurohet kompania shqiptare nga Talm Group në Doha. Në gusht të 2019 Ramiz Zekaj blen kompaninë CIT për 900.000 lekë nga Al Kuwari,
duke marrë në pronësi edhe godinën e kolegjit universitar. Një pasuri me vlerë miliona euro kështu është në duart të Ramiz Zekajt. Për një shumë simbolike, në krye të institucionit vendoset vetë Zekaj, ndërsa aktiviteti i Institutit Kanadez karakterizohet nga mungesa e transparencës dhe struktura të paqarta financiare. Instituti Kanadez nuk është aseti i vetëm i ndërtuar mbi këtë skem. Në Gjafzotaj të Durrësit, një godinë që funksionon si shtypshkronjë me vlerë miliona euro, rezulton gjithashtu produkti donacioneve të errta nga Katari dhe Kuvajti. Pasuria përvetësohet nga Ramiz Zekaj, regjistrohet në emër të bashkëshortes Ndriçime Zekaj dhe administrohet nga vëllai i tij Rasim Zekaj. Godina kamuflohet përmes fondacionit Mileniumi i Ri 2, i cili ka qarkulluar shumë të mëdha donacionesh pa transparencë. Përmes këtij fondacioni i lidhur drejt për drejt me Institutin Kanadez, qarkullojnë çdo vit qindra mijëra euro, ndërsa aktiviteti formal i shtypshkronjës shërben për të justifikuar flukset financiare. Fondacioni Mileniumi i Ri 2 themelohet në shtator 2016 dhe kontrollohet nga Sky General Trading 52%, Mileniumi i Ri 40% dhe Rasim Zekaj 8%, i cili mban edhe rolin e administratorit. Pronare e Mileniumi i Ri është Ndriçime Zekaj, bashkëshortja e Ramiz Zekajt, e cila kontrollon edhe shoqata të tjera, përfshirë shoqatën gruaja, të përfshira në qarkullime financiare të dyshimta. Sky General Trading, me shumicë aksionesh në Mileniumi i Ri 2, funksionon si agjenci imobiliare dhe përdoret për shndërrimin e parave të donacioneve në pasuri të paluajtshme. Administrator rezulton Rasim Zekaj, figura kyçe në menaxhimin e këtyre flukseve, ndërkohë që në Shqipëri Rasim Zekaj administron pasuri e miliona euro. Në Kosovë ai rezultoni përfshirë në një dosje korrupsioni dhe mashtrimi me fondet publike të bujqësisë. Sipas dosjes penale përmes kompanisë Organic Herbs, Zekaj përfitoi subvencione për bimë medicinale, ndërkohë që në terren kishte mbjell jonxh, kulturë që nuk përfshihej në skemën e subvencionimit. Paratë publike sipas hetimit janë devijuar për ndërtimin e vilave pa leje në zonën turistike të Stankajt në Pej. Në dosje përmenden rishfete ndaj zyrtarëve të AZHB-s, përfshin drejtorin Luan Statovci, i arrestuar në vitin 2021, si dhe sekuestrime masive kesh, armësh dhe automjetesh. Evidenca, dokumenta dhe transaksionet tregojnë se vëllezërit Rasim dhe Ramiz Zekaj qëndrojnë pas një skeme të strukturuar për pastrimin e parave të donacioneve nga Katarin dhe Kuvajti, të shndërruara në pasuri të paluajtshme nga Tirana në Prishtinë, në maskën e bamirësisë dhe ligjërimeve fetare. Nawaf Mohamed Ali Hamud Fahaz dhe Ghanem bin Saed Magad Al Saad Al Kawari rezultojnë personazhe kyç në këtë skem, ndërsa aktiviteti ka funksionuar për vite të tëra në hundën e institucioneve lizbatuese shqiptare.